Kasandra, përshëndetje, si është situata atje kur mund të përfundojë gjithçka, bëjmë një përmbledhje? Juli, të përshëndesë dhe unë jam pozicionuar në KZZ numër 36 në shkollën Vasil Shanto, këtu në kryeqytet, si kundërmjet edhe si një SIAP, sipas të dhënave që kemi deri më tani nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga 96 qendra votimi në total, janë numëruar 61 prej tyre. Kjo për faktin se ka vetëm rreth 2 orë gjysmë që ka nisur procesi i numërimit të votave në këtë KZZ pas një pauze që kanë bërë numëruesit për të bërë kështu një pushim. Unë ndodhem këtu që ku ka nisur procesi i numërimit të votave, mund të them që gjithçka duket se po shkon mirë, është një proces numërimi i qetë dhe pa kundërshti ka dhe një prezencë pothuajse nga të gjithë përfaqësuesit nga partitë politike në këtë KZZ, në njësim 5 që është edhe njësia më e madhe, një ndër më të mëdhat këtu në kryeqytet, për të bërë një përmbledhje në fakt se si janë rezultatet deri më tani nga ky proces numërimi, duhet thënë që kryeson Partia Socialiste duke e lënë pas Partinë Demokratike me një diferencë të thellë, me 4.000 vota, me mbi 4.000 vota në fakt në këtë proces numërimi. Është Partia Socialiste që kryeson këtë proces numërimi me 11.204 vota, ndërsa Partia Demokratike numëron rreth 6.533 vota. Më pas ndiqet nga Partia Mundësia, e cila numëron deri më tani 1.610 vota. Janë këto rezultatet e deri më tanishme, Juli, ndërsa pritet që gjithçka mund të përfundojë nëse nuk kemi sërish një ndërprerje të procesit të numërimit deri në mbrëmje. Okej, Kasandra, të falenderoj. Shohim tani situatë